Sinoptikania Lajda Porja ka folur për ndryshimet e pritshme të motit në vend gjatë ditëve në vijim, duke dhënë një panoramë të qartë të temperaturave dhe rreshjeve. Ajo bëri me dije se vendi po kalon një fazë të nxehtë me temperatura që arrin deri në 40 gradë në disa qarqe, ndërsa në ditët në vijim pritet një rënje graduale. Territori shqiptar do të ketë një freskim të motit dhe një normalizim të temperaturave. Sipas parashikimeve të martën dhe të mërkurën, temperatura do të ulen lehtë me rreth 0.5 deri në 1 gradë, duke mbetur ende në vlera të larta 38 deri në 39 gradë. Të njëjtën pritet ndryshimi më i madh, me rënje prej 4 deri në 5 gradë. Nga ajo ditë në vijim, temperaturat do të stabilizohen në 33 deri në 34 gradë, shtoi Porja. Nga enjtja deri në fundjavë, moti pritet të jetë më i qëndrueshëm me temperatura më të ulta krahasuar me ditët e fundit, ndërsa pasditeve do të ketë rreshje në pjesën më të madhe të vendit, kryesisht në zonat lindore. Qytetet si Tirana, Elbasani, Librazhdi, Gjirokastra, Përmeti dhe Tepelena rrezikojnë rreveshje shiu, ndërsa Bregdeti do të mbetet kryesisht i kthjellët, me përjashtim të ndonjë rreshjeje të shkurtër në zonën e Velipojës. Parashikimi tregon se paraditet do të vijojnë me mot të nxehtë dhe me diell, ndërsa pas orës 15 deri në orën 16 pritet shtimi i vranësirave dhe rreshjeve në shumë zona të vendit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.